Këshilli Bashkiak i Gjirokastras zhvilloi mbledhjen e radhës ku shqyrtoi dhe miratoi disa projekt vendime me rëndësi për banorët dhe funksionimin e strukturave vendore. Gjatë mbledhjes u miratuan njësër pikash të rëndësishme, çështje që lidhen me programet sociale të strehimit për caktimin e elementëve të pagës bruto për strukturën e policisë bashkiake, si dhe planin e masave për parandalimin dhe përballimin e zjarreve gjatë sezonit veror. Po ashtu, këshilltarët shqyrtuan edhe përdorimin e fondit të kushtëzuar të emergjencës civile për masa parandalues ndaj rrëshqitjes së një shpati mali në fshatin Kolonjë, si dhe transferimin e fondeve për projektin Tur. Unë shoh asnjë bashkëpunim ku të flitet sepse janë dy instruksione të cilat mbajnë përgjegjësi dy modat e policiare, që varen nga bashkia dhe nuk në materie nuk ka asnjë lloj bashkëpunimi të shprehtë këtu ndërmjet drejtorisë së artikses dhe drejtorisë të dy modat të bashkisë. Ndërkohë që do ishte normale që të ishte një material i përbashkët. Kemi hartuar një tas masash të detajuar për ndarjen e detyrave që ka drejtoria e këtyre modave edhe në rreth drejtorisë. Është detajuar në planin e masave që kemi në drejtori. Bashkëpunimi jo vetëm me dy vota, por edhe me drejtorinë e drejtorisë pastaj. Veçanërisht te kura e milicës. Është bërë një urë se ajo dëshur dhe vijojë dhe shëras sepse ka kalojnë makinat tonazh të rëndë. Unë kam konsultuar me kryetarin. Tani, u bën gjitha i ribalim tani, po atje shkojnë akome makinat, duhet të thonë nga policia, një fizus, çfarë që makina me plesh të rëndë nuk duhet të kalojnë me tonazh të rëndë. Qendra kulturore e familje dhe nga rruga që shkon për të keni marrë kushtesh drejtoria arsimore, ka jashtë nga sërbimësi, ka vende që është mbledhur nga rreshtë tjera material, rrëva që luhon ka drëmë, është duket shumë keq, dhe aty ka goxha flus turistik. Mbledhja u zhvillua në pranit antarëve të Këshillit Bashkiak dhe përfaqësuesve të administratës vendore, ndërsa vendimet e miratuara synojnë përmirësimin e shërbimeve dhe rritjen e sigurisë për qytetarët.